Gjubleta është veshja vetme tradicionale shqiptare cila është përfshirë zyrtarisht në listën e trashëgimisë jo materiale të UNESCO-s. Ishte viti 2022 kur Gjubleta zuri vend në listën e trashëgimisë kulturore jo materiale në nevojë të mbrojtjes, jo vetëm për historinë që bart brez pas brezi, por edhe për mjeshtrinë e krijimit të saj. Ndërsa të mbrohet si pasuri kulturore njerëzimit, e meriton edhe veshja hasiane, e cila përfaqëson identitetin, historinë dhe krenarin kulturore të kësaj treve, tha profesori i folklorit dhe koreografisë Dilaver Kryeziu. Patjetër duhet të bëhet që kostumi hasian me hyjë në UNESCO, se është kostum unikat në botë. Mirë po duhet me, si thojmë na, pak me livru, me prashit venin, me këshyrë dhe me mbjellë dhe automatikisht me hyjë edhe besoj që do të bëhet, do të formohemi në një ekip i folkloristave, etnologëve, muzikologëve, koreografëve, etnokoreografëve, një ekip edhe që të punojmë që kostumi hasian të jetë në UNESCO. Por që e meriton? Si jo, e meriton edhe ndoshta ma shumë se shumë disa kostume tjera ballkanike që janë në UNESCO. Ballkani ka kostyme të bukura të vlerëshme në Bullgari, në Greqi, në Rumani, gjithkohon ka kostyme të bukura. Veç hasës gjithë shumë veçmas. Unë kam marrë një model, kam blerë një kostym vitit 83 ndoshta, e kam marrë në Kaliforni, tash ai kostymi hasit rrinë në muze në UCLA. Do thot në fakultet në Los Angeles, është krejt kostymi hasit me dracët, me krejt. Profesori i folklorit Dilaver Kryeziu e çmon vullnetin e banorëve të gjitha fshatrave që me fanatizëm kanë ruajtur trashëgiminë kulturore të kësaj treve. Tradita në këtë zonë është ruajtur brez pas brezi, nga dëshira. Asnjëherë të rinjeve nuk u është imponuar ruajtja e traditës, ajo me vullnet të lirë është përfaqësuar gjenerat pas gjenerate. Kostumi hasian është kostumi unikat në botë që s'ki kostum tjetër. Na i kemi 3 kostume, na i kemi 140 llojet kostume, është 2 tipe jugë-veri, po 3 llojet kostume që i kemi na, që është gjubleta, hasi dhe dugaxhini, kurkun botë nuk e has. Kurkun botë, edhe me përjashtim që e kemi plisin, simbolin ton kombëtar, që me anë të plisit na identifikojmë që jemi shqiptar. Kurse kostumi hasian është unikat kostum në botë, dhe një kostum që është tamam folklor, tamam tradicional, edhe që ende po ruhet shumë në krahinë e hasit. Edhe veshja tradicionale e burrave hasian është e veçantë, por jo sa ajo e grave. Ngjyrat si dhe motivet të cilat simbolizojnë pjellërinë, mbrojtjen, statusin familjar, por edhe mënyrën se si punohet, kjo veshje e bën të jetë unike. Veshja hasiane është një ndër veshjet më të bukura, më të vjetra, edhe mundohem me rujt me atë fanatizmin më të madh që mos ta hupim trashëgimin tonë. Dhe kjo vajzat e përcjellin edhe e transmetojnë kudo, e përfaqësojnë fshatin tonë, hasin tonë, Kosovën tonë. Zakonisht në përbota, kur e bëjnë lule, për shembull, lule, drandofila, e bëjnë me kepje, embroidery. A këtu në has e bën çato me vek, që është sa vështirë, sa i komplikuar. Edhe me pas dracet e kanë qysh me shtri rafsh, me mujt, me pas si më kanë në mur punëdorën tënd. Pra do më thonë veç se është veshje veçante dhe teknika punës është veçante. Yeah, exactly. Unë s'kam has që ato, që punët që tuën me bo me gishtat, me peja, kanë bo në vek. Qëto petal e drandofilit për shemë, merë me bo që ato në vek. Se me bo milimetrike. Ja, do të diçka rumbullak në vek, me bo geometratike shumë a letë, a me bo rumbullak në vek është diçka vështirë, kam pas sa herë, qatë familje ku kam najtë qëto shpi, ka pas vek qatë herë. Dihet që s'ka pas as dru, as mjaft ujë, as sene, edhe kanë bajt në ato dracet, plus e kanë bajt edhe unë takohë me gra, që kanë bajt djep në shpi në lidhën me qato dracet. Edhe kuptor që ka një dalim prej katolikëve, muslimanëve, ka shumë dalime në kostym, po prap është në mënyrë që çdo gruaja që ka bo qatë punë, ka bo në mënyrën e vete që ka qenë shumë krenare që ka kriju. Motrat Osmanollaj, si shumica nga antarët e ansamblit veshjet, i kanë të trashëguara. Këto veshje që i mbajnë në trup janë të punuara me vek e të vjetra mbi 100 vjet.
mas shumë ku na ka me shku 2 herë në shtetet jashtme, u kanë në Bullgari. Atje u kanë vani shumë i bukur, krejt na kanë prit mirë, na kanë zgjedhë si veshjen më të bukur. Gjithmonë, jo është në Bullgari, ku na kanë veshjen më të bukur, na kanë thonë pyrin shumë bukur, shumë komplimente tjera. Vesha shumë e bukur edhe krejtve gjithat çikavasioni kanë më shumë bukur. Ndërsa Rabie Hodaj është një nga gratë aktiviste të kësaj zone, e cila ja ka vë vetës qëllim të edukoj të rinjët mbi trashëgimin kulturore dhe historinë e paraardhësve të tyre. Për shumë vajza dhe djem, zonja Rabie ka qenë urlidhëse mes familjeve, shkollës dhe ansamblit malsori në Gjonaj. Vesha Hasiane ka marrë një hovë shumë të matash, sidomos vajzat e reja, nusët e reja, asnjë vajza, si nusë nuk martohet pa këtë veshje. Ditën e darsmës që bëhet grishja, më thonë 90% janë me këtë veshje. Dhe kjo veshje nuk është e vajzave? Veshje nusëve, kjo është e pununën vek, këto janë antarët shoqënisë, këto veshje i kemi shoqënisë, disa i kemi hoazu, disa janë tonat. Kostumet tradicionale të Hasit përfaqësojnë lashtësinë e popullit shqiptar, ndërsa gratë hasiane mbi pëlhur kanë shprehur aftësitë e tyre artistike në vek dhe gjergjef. Emotivet e qëndisura kanë përcjell zërin e grave të vyeshme e të forta. E janë shumë vetëdijshëm për qatë kostum që kanë bo tash i kanë bo si fashion, si një farë modë me draset e sen. Edhe janë vetëdijshëm njerë që kanë një kulturë shumë e veçantë në Kosovë. Kjo është punim shumë i hershëm, ma merr mendja që i ka mbi 100 vite, këto dorzat e saj. Kjo është këmisha me pëlhur. Jelekun e ka veshur që veshë nuk duket i punuar me dorë? Jo, nuk është me dorë, kjo është vetëm është jelek i vjetër, edhe ky në maqinë. Shamia po, këto janë vek, kanac janë vek, edhe pëlhura fundi janë vek, punimi i vekut. Dhe këto simbolika sigurisht kanë mesazhin e vet. Secila ka, secila simbol, secila figure ka atë mesazhin e vet. Për shembull kanaci kësaj, çfarë simbolika ka? Tregon simbolikën e pranverës, mundi me pa luleve, zogjt. Ndërsa kjo vajza që ke pranë? Edhe kjo është më shumë, po është edhe më shumë si antike. Epse janë munduar me atë simbolin e luleve me përfaqësu simbolet e tyre. Punuara me vek? Po, me vek edhe kjo, me vek. Për kësaj pëlhure kanë vendosur në Gjergjef, edhe i kanë do këtë pjesë të fijet, i thojnë punim me tegel. Kjo. Ndërsa jelekun? Jelekun është i qëndisën me gjilpon në Gjergjef. Që edhe kjo ka njëtën, edhe kjo ka me tegel, që është mundë shumë e vret, për kësaj pëlhure e ka ndo, në Gjergjef e ka qitë, këtë pëlhur edhe këtë me gjilpon është punune, me tegel. A do të kenë lidhjen mes mërhamës, kanacit? Asnjë nuk bën njëna pa tjetrën. Nuk bën. Vallet e burrave hasian janë ritmike, ndërsa gratë vallëzojnë kryesisht në rreth dhe janë më të buta, me lëvizje elegante e në harmoni grupore. Dilaver Kryeziu, i cili ka dokumentuar vallën hasiane, thot se trimëria, nderi, dashuria, mërgimi dhe malli janë ndër temat kryesore të folklorit hasian. Po në edhe kam bo dokumentimin e vallave hasiane, vallës Tri Rallçe, ka edhe këngëtar të shkëlqyshëm, kanë edhe ansamblin e shkëlqyshëm. Këta janë një, thëmë që Hasi është një vend i kulturës tonë kombëtare edhe mas mjëti që runë trashëgimin tonë, por vetëm jo trashëgimin e folklorit, këndimit dhe të kërcimit, po edhe kulinarin. Popullin e mban të gjallë trashëgimia? Po, popullin e mban të gjallë edhe kultura kombëtare është mbi gjithçka. Ndërsa Aziz Hodaj falenderon të rinjët që me përfshirjen e tyre po vazhdojnë ta mbajnë gjallë shoqërinë kulturore artistike malsori në Gjonaj. Kemi nxënës student, 3 që janë ende të interesuar ta mbajnë gjallë këtë shoqëri, ta mbajnë gjallë folklorin tonë që është i pasur, është një thesar i çmuar dhe kjo na bën të lumtur sigurisht.
kalu kufit e Kosovës, kemi kalu jashtë në Europë. Dhe cili ka qenë vendi më i veçantë që keni marrë pjesë? Po ne kemi marrë pjesë tani për në Kosovë e për Shqipëri, këto viset shqiptare. Po thuj se për te kufjeve kemi marrë pjesë në Bullgari, kemi marrë pjesë në Kroaci. Kemi ftesat mjaftueshme, mirë, po është e papërballueshme edhe kjo agjendë, sepse edhe mjetet financiare, po edhe angazhimet, sepse anëtarët e shoqërisë janë nxënës, janë student, kanë punë, kështu që po kemi të kufizuar lëvizjet, po megjithatë aty ku kemi vlerësuar që i përgjigjemi karakterit të atij organizimi, të atij festivali, ne jemi aty. Folklori hasian është krenari kombëtare, ndërsa gjallë mbahet nga vendasit dhe anëtarët e ansamblit malsori. Jam që 3 vjet në këtë shoqëri dhe më pëlqen shumë. Çka është më e veçanta për ty? Më e veçanta është kur shkojna në disa vende të tjera me kërcy, me shpoll traditën tonë. Si ndihesh ti? Çfarë emocione sjell muzika, kënga, vallja e hasit? Emocione të mira, të gëzueshme. Në ruajtjen e këngës dhe vallës shqipe ka kontribuar edhe festivali Hasi Jehon, që tashmë është aset i mbrojtur nga Ministria e Kulturës, ndërsa në këtë nivel e ka ngritur Aziz Hodaj, bashkë me anëtarët e shoqërisë malsori. Festivali Hasi Jehon vazhdon të organizohet, tani më i avancuar, tani si aset i mbrojtur edhe në Ministrinë e Kulturës. Mirë, po është një fest në veti që ka dalë jashtëzakonisht mirë. Është pranuar jashtëzakonisht mirë edhe nga ekspertët, edhe nga qytetarët. Shoqëria kulturore malsori është Jehon hasiane, ndërsa kënga e kësaj treve dallohet për forcën emocionale dhe fjalën e drejtpërdrejtë.